Ndeshja u mbajt në Linz të Austrisë, kundër një kundërshtar të fortë. E ka pas emrin Edvin Nuhanovic, dhe ajo u kon e para ndeshje që u mbajt 5 runda. Përpara jam rre ka 3 runda, a vedin jo 5, kjo u kon e para herë 5 runda, din ka pas qëtër emocione. Dhe amo e kena kalu mirë, 3 rundë ko mujt me kry ma herët, atin për me dorëzu ai ndeshjen dhe e kom fitu tani. Po kon një ndjenje shumë e ndryshme, pes para herë me pas një rrip një titull botëror, po jam një shumë krenar. Sporti i kickboksit është një vlerë në gjenet familjare të familjes Rexhepi. Pasionin dhe admirimin për këtë sport lavdrimi e ka të ngjizur nga tradita familjare. Qysh në moshë të hershme ai ka ndjekur nga afër ushtrimet dhe garat e babait dhe xhaxhait të tij. Kështu që mund të themi se kickboksi do të bëhet pjesë tetë e rëndësishme në jetën e lavdrimit që nga mosha e hershme e vegjëlisë. Familja e tij janë përkrahje shumë e madhe për arritjen e sukseseve të kurorzuara, tani edhe me medalje të ardhë, por kanë edhe shpresë në rezultate edhe më të mëdha në të ardhmen. Familja ime më përkrah shumë në çdo lloj rasti dhe i kanë shpresat që do arrijë unë majtë e suksesit. Në një sport të tillë kërkohet përkushtim dhe përkrahje e madhe. Përkrahja më e madhe për lavdrimin është familja dhe shoqëria e tij. Por në aspektin profesional, lavdrimi gjen përkrahje shumë të madhe nga xhaxhai i tij. Për çdo ditë bashkë me xhaxhain bëjnë së bashku vrapin e mëngjesit, një stërvitje mjaft e rëndësishme për çdo sportist. Prandaj ai është mbështetje e madhe për karrierën e lavdrimit.